Kryeministri Edi Rama ka lëshuar një paralajmërim të drejtë për drejtë ndaj disa kryebashkiakëve në vend, të cilët sipas tij nuk qëndrojnë pranë komuniteteve që drejtojnë, por zgjedhin të kalojnë një pjesë të javës në Tiranë. Gjatë një aktiviteti për prezantimin e nismës së re të qeverisë për modernizimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike, Rama tha se ka konstatuar raste kur drejtues vendor largohen nga detyra përpara përfundimit të javës së punës, duke lënë pas përgjegjësitë ndaj qytetarëve. Me një vërejtje për disa nga kryetarët e bashkive, nuk dua t'i përmend këtu emra, që janë bërë pak problem, po e them në mënyrë kështu të butë për komunitetin, pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktik të marrë fund, nuk janë të gjithë, por janë disa. Kreu i qeverisë shmangu për mbajtjen e emrave, por theksoi se situata është kthyer në shqetësim për komunitetin dhe se kjo sjellje duhet të marrë fund. Që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ka diskutim kjo punë dhe vinë në Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Në të njëjtin aktivitet, Rama prezantoi një program të ri kombëtar që synon transferimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike në qytetet shqiptare. Projekti parashikon heqjen e kablove ajrore të energjisë, internetit dhe telefonisë, të cilat sipas tyre kanë mbetur prej vitesh pa funksion dhe dëmtojnë estetikën urbane. Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdën e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm. Kryeministri njoftoi gjithashtu se në fillim të muajit korrik do të prezantohet zyrtarisht programi Rilindja Urbane 2.0, i cili do të fokusohet në përmirësimin e sistemit të ujësjelljes kanalizimeve në të gjithë vendin. Janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdritet në diskursin e përditshëm negativ, janë në fakt shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësjelljes kanalizimeve. Një tjetër shtyllë e programit do të jetë modernizimi i transportit publik urban. Të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para të jetë tërësisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë. Do të mbështesim një program për të krijuar kapacitete më domethënëse për parkimet, sidomos në qytetet me intensitet lartë qarkullimi, e patjetër duke pas parasysh këtu si prioritet qytetet dhe zonat që janë zona me ngarkesë specifike për shkak të turizmit, dhe programi i parkimeve është një program i veçantë që ka disa komponentë të cilët do t'i detajojmë në konferencën përkatëse dhe për cilat të gjithë bashkitë do të kenë programin të shkruar në të gjithë komponentët. Në kuadër të këtyre investimeve, qeveria parashikon dhe ngritjen një parku logjistik kombëtar, i cili do të vjetë në shërbim të bashkive për mirëmbajtjen e infrastrukturës, pastrimin e territorit, si dhe menaxhimin e rrjeteve kulluese dhe ujitëse.